Me mëngjesi dhe mirë se vini në programin e mëngjesit freshi. Takohemi sërish për të ndarë me ju 90 minuta së bashku në orët e mëngjesit në mënyrë që të relaksohemi së bashku dhe të sjellim tek ju gjërat më të reja, gjërat e fundit, gjërat më interesante, si dhe të shoqërohemi me ju së bashku duke pas parasysh se të gjithë ndoshta tani jeni zgjuar, bëni gati për punë, po dhe keni punë të mëngjesit, ambisërit, patjetër që të zgjohen dhe të përgatisin jo fëmijët, jo punët e shtëpisë, kemi të gjithë punë të mëngjesit të cilat në vazhdimsi i kryejmë dhe ne jemi këtu për çdo mëngjes në mënyrë që të sjellim relaks në shtëpitë tuaja, të sjellim një freskinë në mëngjes dhe besoj që në shoqërimin tonë edhe ju, po edhe ne gjithsesi se kalojmë mirë me ju dhe është rradha tani të shohim edhe motin dhe atë se çfarë kohë do të na pret gjatë ditës së sotme, në mënyrë që edhe të jeni edhe ju të përgatitur nga shtëpitë kur të delni në orët e mëngjesit, kemi temperaturë prej 9 deri në 20 gradë Celsius. Pas dite temperatura do të lëviz prej 19 deri në 23 gradë Celsius. Në mbrëmje kemi mod të mjekullt me temperaturë prej 10 deri në 18 gradë Celsius, ndërsa gjatë orëve të natës temperatura do të lëviz prej 6 deri në 9 gradë Celsius.
Dhe ja ku jemi sërish bashkë, si që dhe thash ka radhën edhe shtyp editor dhe atë se qëfar në shkruen gazeta saj për këtë lajmeve. Gazeta ku a titull kryesur ka harxojmë më shumë se sa fitojmë. Një fakt shumë i vërtet ky për të gjithë qeveri ekspertësh për dalje nga kriza. Paralelet të reditore luks për shqiptarët. Faqja 2 thot harxojmë më shumë se sa fitojmë dhe hendek i thellë mes ardhurave dhe harximeve jetësore. Një familje 4 antarësh me një të punësuar për konsum vjetor janë nevoditur 350.941 denar, gjithsesi 5.780 euro, ndërsa nga ana tjetër kanë fituar 321.065 denar. Kjo do të thotë se një avisri ka harxuar 35.000 denar më shumë para këto që nuk i ka patur. Ademi takoi ambasadoren Althauser. Anullimi i takimit të liderëve që duhen mbajtur në Vienë, sipas Komisionit Evropian, thotë se është një anullim që mund edhe të ketë pasoja pas kësaj, ndërsa propozohet edhe qeveria ekspertësh për dalje nga kriza, analistët me propozim konkret pas dështimit të takimit në Vienë. Paralelet editore luks për shqiptarët, 7 vite më radhë refuzojnë kërkesat e Imri Elizit. Paralelet të qëndrimit kreditor në komunën e Çajirit dhe përgjithsisht në komunat e banuara me shqiptari gjenë shumë rrallë. Konkretisht në vetëm 3 shkolla fillore të Çajirit e vetëm e numër të kufizuar nga 1 apo 2 të tilla ka. Në shkollat e komunave tjera ku mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, as që bëhet fjalë për paralele të këtij lloji. Maqedonia të mos e hap kufirin, presidenti i Austrisë për rrutën ballkanike. Gruevski dhe Janakievski urdhëruan rënimin e Kosmosit, prokuroria speciale dhe me një lëndë tjetër kundër zyrtarëve të VMRO-s. Duke shfrytzuar pozitën zyrtare, Fetaj tha se Gruevski dhe Janakievski e kanë stimuluar kryetarin e komunës së Gazibabës, Toni Trajkovski, të gjejë mënyrë për të rënuar objektin Kosmos, derisa Canoski është shkaktuar dëm prej 14.8 milion euro. Arestohet sërish Bozhinovski. Gazetari kontrovers Zoran Bozhinovski është arestuar të njëjtën në autoritetet sërbe në Novi Sad të Vojvodinës. Ka njoftuar kështu televizioni 24 Vesti. Në faqen e radhës të gazetës Koha lajmi i cili ka titullin thotë qershit e pabëra duhet të riformulohet, regjisori Jovanović për sinopsisin. Për 6 vite, 400 shtëpi të legalizuara, rreth 2100 kërkesa të reja për legalizim në Çajër. Në faqe 7 e kujt është kafka e gjetur në strazh. Është një lajm tjetër ky që vjen në faqen 7 të gazetës Koha. Në mbrojtje të bizneseve private është titulli i radhës në gazetë. Ahmeti laureohet me çmim në Chicago. Shtohet interesimi për birsim në mbrojtja e fëmijëve pa prindër. Birsimet kanë qenë minimale gjerë para 2-3 viteve të fundit, por këtë veti gjithsesi vetëm gjatë 3 muajve të parë të vitit u birsuan 2 fëmijë nga çifte dibrane që nuk kanë fëmijë të tyre biologjik dhe 4 të tjerë presin fëmijë për të birësuar. Bashkëpunimi me Çajirin sjell përvoja të reja është një titull tjetër ky. Xhamia e Pashës më e vizituara në Maqedoni, monumenti me të cilin krenohet Tetova. Rritet numri i martesave në moshën 18 vjeçe. Dukuri që dita ditës janë edhe më shumë në shprehje. Në faqe 16, 25 gjëra që nuk i dini për mua. Ish sekretarja e shtetit të SBA-va, aktualisht kandidate për president, Hillary Clinton ka ndarë 25 fakte deri diku argëtuese mbi jetën e saj për revistën amerikane US Weekly. Prurje të suksesshme dhe premtuese. Konkursi Katarina Josipi.
Çmimi i parë ka vlerën prej 3.600 euro, i dyti 2.400 euro dhe çmimi i tretë ka vlerën 1.200 euro. Petrit Qeku mahniti publikën e Shkupit. Në faqe 18 vjen ana erët e botës së modës. Norvegjia ofron 4.500 euro në muaj ja për cilat profesione. Si të dobësohesh duke përdorur të qeshurën. Juta ndalon pornografin, por dëmton shëndetin publik. Në faqen e fundit të gazetës Koha, mbretëresha që stregon moshën. Nis të ushqej me gjej vajzën 7 vjeçare, nëna në telashe me policinë. Gazeta Lajm titull kryesor ka analistët për lajmin kërcënimet nuk do ta friksojnë Fatime Fetajin. Në faqen 2 përsëritet maltretimi i pjesëtarëve të grupit të Kumanovës. Këtë e konfirmojnë avokatët dhe familjarët e të akuzuarve që sipas tyre marrën ka pësuar Bajram Elshani, i cili ka marrë lëndime në qafë, kokë dhe dhëmë të thyer, ndërsa Sevdal Mihtari ka lënduar vetëm këmbë. Canoski ka kërkuar si dëm shpërblim godinën e VMRO-s. Zjadin Sela, demokracia t'u kthehet edhe shqiptarëve. Analistët kanë thënë për gazetën Lajm se kërcënimet nuk ka gjasat që ta friksojnë Fatime Fetajin. Ata janë të bindur se kërcënimet e strukturave kriminale nuk do të zmbrapsin prokurorisë speciale publike, veçanërisht prokurorën Fatime Fetajit në qëllim për të dënuar krimet e bëra nga pushteti. OVLUÇK distancohet nga Alia Ahmeti. Nëse Dačić nuk mbetet në pushtet, në Serbi do pësohen edhe pozitat e koalicioneve VMRO-BDI. Kroacia zëri vetmuar i Bashkimit Evropian të viktimave të agresionit të Serbisë. Qëndrimi në këmbë në shkollë i bën nxënësit më të zgjuar. Faqja e fundit e gazetës Lajm thotë restorani për të cilit flasin të gjithë, por futen vetëm të guzimshmit. Derisa po xhironin një dokumentar, shpëtuan jetën e peshkatarit të humbur. Ishin këto disa nga lajmet e cilat vendosën të lexojmë për ju sot miq të dashur, tash do të ndjekim një blog të shkurt publicitar dhe kthehemi vetëm pas pak në studio. Ne i falenderojmë publikisht edhe të gjithë ata që kanë vendosur që bizneset e tyre t'i reklamojnë pikërisht në televizionin 21 dhe po ashtu i falenderojmë edhe ju miq të dashur që jeni të rregullt për çdo mëngjes dhe jeni në shoqërimin tonë për plot 90 minuta dhe qëndroni në atë se çfarë ne sjellim për ju, duke pasur parasysh se mundohemi që deri tek shtëpitë tuaja të bëjmë të mirën dhe gjërat më aktuale, më interesante, të cilat ndodhin në vendin tonë në botën më gjerë. Tash do t'ju lejmë në shoqërimin e kronikës së parë. Kronika e parë është kronikë e cila na i sjell atë se a ka ndikuar dhe sa ka ndikuar në fakt kriza politike në Republikën e Maqedonisë mbi turistët të cilët kanë qenë vizitorë të shpeshtë në vendin tonë. Mirë, po për të kuptuar diçka më tepër rreth kësaj, ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegët tanë. Një grup turistësh nga Turqia tani më prej disa ditëve po qëndrojnë në Shkup. Pasi që ata bën fotografi në shesh, njëri prej tyre thekson se nuk janë të shqetësuar nga protestat që po mbahen prej disa ditëve më radhë në rrugët e kryeqytetit. Jo, of course, no. Po ndihemi të sigurt këtu. Nuk kemi asnjë problem me çështjen e sigurisë. Ashtu si në Turqi, edhe këtu jemi të sigurt dhe nuk na kanoset asnjë rrezik. Burhan Alili, agent për aranxhime turistike, i cili ka agjencinë e tij në çarshinë e Shkupit, thotë se moti është i mirë për turizëm, por koha është e keqe.
Sipas tij, gjatë këtij viti ka rënje të turistëve në krahasim me vitin e kaluar. Kemi prit shumë, fillimi ke shumë mirë starti. Shumë patëm aranzhmane, do me thonë pritje, bookinge, sigurume. Po tash kjo gjendje e kësaj situatës momentalisht kohëve fundit, që janë këto protestat, problemet këto me partitë që po ndodhin, momentalisht i kanë, jo të them shumë përqindje madhe, i kanë anulue te 30-40% vizitorët e huaj që duhet marrë në Maqedoni i kanë anulue. Konfederata e Bizneseve të Maqedonisë promovoi sot projektin për përmirësimin e turizmit. Drejtori i saj Mile Boshkov thotë se ky projekt ka për qëllim të prezantojë atraksione turistike të vendit për turistët e huaj, por ai nuk e mohon faktin që kriza politike ka ndikuar në zvoglimin e turistëve në fillim të këtij sezoni. Состојбата на Македонија во моментот е Situata aktuale ndikon drejt për së drejti në turizëm, sepse turistët duan që të vizitojnë vendet e sigurta, kur udhtojnë nga shtëpitë e tyre. Ata që e shohin nëpër televizion nga ngjarjet që ndodhin në Maqedoni, sado që të ketë siguri, turistët përsëri hezitojnë të vizitojnë vendin tonë. Sipas kësaj organizate, në Maqedoni aktualisht operojnë rreth 400 agjenci turistike. Përmes këtij projekti të quajtur Turizmi ja njerëzit, ata kanë për synim që edhe përfaqësuesit e këtyre agjencive të krijojnë një imazh pozitiv për vendin, duke promovuar kushte të mira dhe çmime të volitshme. Protestat dhe kundër protestat. Të gjithë ne jemi dëshmitar të vazhdueshëm të 9 ditëve me radhë, ku në vazhdimsi protestohet nga pakënaqësitë të cilat shprehin qytetarët e Republikës së Maqedonisë, mirë po janë edhe kundër protestat të cilat mund edhe të sjellin ndoshta në përdorim të dhunës nga të dyja palët dhe pikërisht për këtë, sipas analistëve, është më mirë që të vihet kujdese dhe mos të lejohet që të eskalojë situata dhe të përdoret të dhunë. Ndjekim kronikën e radhës. Nuk është problem që të ketë dy palë që protestojnë, por argumentet për të cilët kanë dalë të protestojnë janë të kontestueshme, vlerëson Borjan Xhuzelov nga Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Sipas tij, Maqedonia po largohet edhe më tepër nga rruga e Bashkimit Evropian, pasi që kriza po vazhdon të thellohet. Xhuzelov thotë se vendimi i faljes nga presidenti Ivanov u bë në një kohë kur ndaj personave që ka falur nuk ishte filluar apo përfunduar ndonjë proces gjyqësor. Аболицията на председателот беше Abolimi i kryetarit të shkundër sundimit të së drejtës në Republikën e Maqedonisë dhe kundër drejtimit se zgjidhja e krizës politike mund të ketë përfundim juridik. Negativisht ka ndikuar në përkeqësimin edhe më të madh në raportet me Bashkimin Evropian dhe mendoj se jemi kthyer shumë pas. Profesori universitar Rizvan Sulejmani thotë se pas faljes nga Ivanov është krijuar një kontekst i ri, pasi që qytetarët apo politikanët e falur nuk pranuan vendimin e tij. Kryetari mund të ketë të drejtë dhe ka të drejtë, por nuk është legjitime. Ai mund të ketë të drejtë, por kur qytetarët nuk e pranojnë, nuk mund ta zbatosh. Problemi është se edhe opinioni publik nuk e pranon këtë. Lidhur me protestat dhe kundër protestat e fundit, ata theksojnë se kjo është e drejtë e çdo qytetari, por nuk duhet të mbizetrojë dhuna. Kjo porosi doli pas debatit të organizuar nga Lëvizja Evropiane në Maqedoni. Проблем ни останува во сенка. Aktuale po ashtu është edhe data 5 qershor, data e zgjedhjeve, ku Komisioni Shtetëror Zgjedhor përkundër asaj se u paralajmërua se ata do të kushtojnë 7.5 milion euro, u shprehen të gatshëm për të mbuluar të gjitha këto shpenzime dhe më tepër nëse ka nevojë në mënyrë që data e zgjedhjeve të jetë 5 qershor. Ndjekim kronikën e radhës. Zgjedhjet e parakokshme parlamentare do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit prej 7 deri 8 milion euro. Këtë e pohoi antari Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Subhi Jakupi. Ai bëri të ditur se ky plan financiar u pranua mbrëm në mbledhjen e kryesisë së KSHZ-s. Ky projekt buxhetor është i projektuar qysh vitin e kaluar, me të cilët ne kemi ditur se do të ketë zgjedhje nga marrëveshja i Shkupit që është bë,
dhe na është lejuar buxheti për procesin zgjedhor, të cilën kap një sifër prej 464.664.000 denar, që në përkthim është dikundi afër 7 milion e gjys apo 8 milion euro. Të dhënat e fundit që KSZ-ja ka marrë nga Ministria e Punëve të Brendshme flasin se 1.813.124 qytetarë janë të pajisur me dokumenta biometrik me të cilin fitojnë të drejtën e votimit, ndërsa sipas të dhënave më të freskëta, personat të cilët janë jashtë shtetit arrin numrin prej 79.706 qytetarë. Prej këtij numri, rreth 5.000 deri 7.000 persona, edhe pse janë me dokumenta valide. Mirë po, në bazë të adresës janë evidentuar me qëndrim jashtë vendit, ky problem do të zgjidhet me anë të normës së kodit zgjedhor. KSZ do të kërkojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme adresën e fundit ku këta persona kanë jetuar, që ata të votojnë në atë vend votimi. Në pyetjen e Televizionit 21 se sa është e sigurt 5 qershori si datë e zgjedhjeve, Subi Jakupi tha se KSZ-ja punon në bazë të kodit zgjedhor. Ne dim se jemi me një ngërç politik përgjithshëm, të themi jemi dëshmitar për një çështje të kësaj natyre që a mundet të shtyhen zgjedhjet në këtë fazë, dhe çdo gjë të me dikush thotë është e mundshme ose e pa mundshme. Ne si KSZ ne veprojmë vetëm në bazë të vendimit me cilën është sjellur për mbajtjen e zgjedhjeve edhe atë nga kryetari i parlamentit. Dhe ne jemi të obliguar të respektojmë këtë akt juridik të cilën ne bazë të kodit zgjedhor jemi të obliguar. Subi Jakupi tha se procesi mund të ndërpritet vetëm me akt tjetër juridik, i cili të sillet nga institucioni kompetент me çfarë siç tha ai, ndërpritet çdo veprim i Këshillit Shtetëror të Zgjedhjeve. Besoj jeni zgjuar tashmë dhe jeni në shoqërimin tonë duke përcjellur programin e mëngjesit Freshëri në kuadër të televizionit 21. Vazhdimisht të potencoj se jemi këtu nga hëna në të shtunë në fillim për ora 7:30 deri në ora 9 në mënyrë që t'i bëjmë mëngjesit tuaja sa më të mira dhe sa të bëjmë të pamundurën që dita juaj të fillojmë mbar. Tash do t'i lejmë në shoqërimin e një pike tjetër muzikore dhe kthehemi në studio vetëm pas pak me pjesën tjetër për sot. Gjojmë kështu edhe Ramadan Krasniq, në rojtë të ketë pëlqyer për zgjedhja muzikore. Tash ka radhën edhe kronika 4 e cila e na i sjell indeksin e lirisë për vitin 2016 nga Reporter pa kufi. Indeksi i lirisë së mediave për vitin 2016 thotë se Maqedonia ka shënuar një rënje të thellë dhe shqetësuese sa i përket lirisë së informimit të drejtë dhe të saktë. Zhaneta Trekovska nga Instituti Maqedonas i Mediave theksoi se ky rangim tregon pasqyrën reale se në çfarë gjendje janë mediat në Republikën e Maqedonisë. Në Maqedoni situata e lirisë së mediave është shqetësuese dhe ky vend radhitet në pozitën e 118 nga 180 shtete të përfshira në raportin për vitin 2016 nga Reporterët pa kufi. Kjo organizatë, duke arsyetuar pozitën e Maqedonisë, thekson se edhe pse shpifja u hoqi nga kodi penal në vitin 2012, akuzat u subvencohen me aksione civile, me mundësinë e gjopave të rënda dhe dënime me burg për gazetarët dhe pronarët e medjave. Sipas tyre, nga viti 2014 janë sjellë të paktën 580 padi, 10 prej të cilëve kundër gazetarëve, gjë që ka ndikuar që shumë gazetarë të vetë cenzurohen. Drejtori ekzekutiv i Reporterëve pa kufi, Kristian Mir, në një intervistë për Deutsche Welle theksoi se Maqedonia është mjaft poshtë në listë dhe po të shohësh zhvillimin aktual, gjendja mund të keqësohet edhe më tej. Zhaneta Trekovska nga Instituti Maqedonas i Mediave thekson se raporti pasqyron gjendjen reale të mediave dhe sipas saj, gjendja në media mund të përkeqësohet edhe më shumë. Pozita dhe vendi në të cilën ndodhemi në këtë raport në një mënyrë është mjaft reale, sepse ajo që ndodhi vitin e kaluar tregon se i gjithë shteti po shkonte poshtë e me atë po shkojnë edhe mediat së bashku me proceset demokratike dhe lirinë e shprehjes. Kjo gjendje e mediave nuk është vetëm nga viti i kaluar, ne tashmë 7-8 vite jemi duke shkuar gjithnjë më poshtë. Komunikologu Petar Arsovski thekson se nuk pret që në të ardhmen të afërt të ketë ndryshim në lirinë e mediave. Последните години Македонија континуирано бележи катастрофални резултати по прашање на слобода на медиумите и плурално истражување и овој последниот извештај не е исклучок од тоа правило. Недостатокот на политичка волја кај политичките актери за некаква суштинска промена на дискурсот
и тоа како се гледа во медиумските слободи и медиумските права и слободата на изразување, и мислам дека во скоро време не треба да очекуваме некаков помак по тоа прашање. Sipas reporterëve pa kufi, Maqedonia radhitet në pozitën ku janë shtete si Zimbabwe, Nigeria, Kongo, Afganistani dhe vende të tjera, ndërsa në krye të listës janë Hollanda, Finlanda, Norvegjia, Zelanda dhe vende të tjera. Ishte kjo edhe një përzgjedhje tjetër muzikore, ishte kjo një përzgjedhje vetëm për ju, në mënyrë që t'jeni të freskën ndoshta më anë muzikës të relaksojni dhe të kaloni çaste të mira, duke pas parasysh se zgjimet në orët e herta të mëngjesit janë edhe të vështira, mirë po më anë të muzikës, më anë të programit mëngjesit freshi, më besoni si avim për arsye se përveç lajmeve të fundit, të reportazheve interesante që e bëjmë për ju, kemi edhe muzikë të përzgjedhur në mënyrë që të relaksojmë pak edhe ju, po edhe ne këtu në studio, pse jo. Tash do të ndjekim edhe reportazhin e radhës. Reportazh ky i cili vjen i përgatitur çdo javë nga kolegu Refik Refiti. Është reportazhi ku përzgjedhen njerëzit tanë dhe pikërisht kështu edhe titullohet ky reportazh, është reportazhi njerëzit tanë në mënyrë që deri tek ju të sjellim arritjet e tyre si dhe mënyrën se si kanë vijuar sukseset e tyre në jetë. Ndjekim reportazhin njerëzit tanë, kësaj radhe e përzgjedhura është Edita Haxhi Hamza. Edita Haxhi Hamza është bashkëpunëtore jashtme e Fakultetit të Artit Muzikor në Shkup si korepetitore, si dhe profesoreshe pianos në Shkollën e Muzikës Ilija Nikolovski Luj. Përveç aktiviteteve pedagogjike, ajo është pianiste e cila ka fituar çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Ajo na rrëfen për hapat e para në muzikë. Do me thonë, iniciativa mas pari ka qenë e nënës time, e cila ka pas një dëshirë që unë të fitoj një kulturë të përgjithshme muzikore. Normal, edhe motra ma e madhe ka mësu balet këtu në Shkollën e Muzikës, edhe vllau një kohë të shkurtër ka mësu piano, mirë po si duket unë jam e vetmja që si Anisa, do me thonë, vazhdova në atë rrugë tim. Nuk ishte dashurin shikim të parë, t'jem e sinqert, do me thonë, ndoshta shkaku se isha jo shumë e vogël, do me thonë, moshën 7 vjeçare fillova shkollimin në Shkollë të Muzikës, sepse nuk isha e vetëdijshme çka bëj, thjesht pak për mua muzika ishte abstrakte. Momenti tjetër ndoshta se mësimin e kam ndjek në gjuhën maqedonase, ndoshta edhe ka qenë një faktor. Po në përgjithësi, si kalonin vitet, ashtu lindje dhe dashuria ndaj muzikës dhe sot e kësaj dite është pjesë e jetës time. Më pas ajo vazhdoi shkollimin duke vizituar edhe seminare jashtë vendit. Momenti i cili ma dha një motivacion më të madh të vazhdoj shkollimin ishte profesoresha ime pianos Maria Pisinova, e cila më dërgoi në seminar në Rusi. Edhe aty në fakt pash si punohet, do me thonë moshatarët mi çfarë program luajnë, edhe si zhvillohen në aspekt muzikor, më dha një motivacion, një frymëzim që të ushtroj edhe unë më tepër, edhe të jap më shumë prej vetës, edhe ashtu vendosa të regjistrom në Shkollën e Muzikës këtu në Shkup, ku edhe mbarova, do me thënë, shkollimin në klasën e profesoreshës Maria Pisinova. Në ndërkohë, do me thënë, gjatë shkollimit, gjithashtu, do me thënë, ka marrë pjesë edhe në gara. Ajo ishte studente e pianistit botërisht të njohur Simon Trpçeski. Po, do me thënë, vendimi për ta vazhdu shkollimin matutje ishte më natyral, themi, për shkak se më e gjeta veten në këtë drejtim, do të thënë në interpretim të pianos. Dhe profesoresha ime kontaktoi Simon Trpçeski, i cili ishte në atë kohë profesor në Fakultetin e Muzikës. Mbajta një orë me te, thjesht shohim si do të shkon krejt procesi. Unë njoftoha me te, ishte një moment shumë ndoshta interesant për shkak se unë e njihja Simonin prej ma herë. Do me thonë, Simoni ka qenë gjithmonë superstar në Shkollën e Muzikës. Bile, kur kam qenë edhe shumë e vogël, në koncertet që i mbanim në Shkollën e Muzikës, rinim deri në fund që ta dëgjojmë atë. Kështu që e kisha një idhull
them një farë mënyre, sa i përket muzikës. Ajo angazhua si korepetitor në Fakultetin e Artit Muzikor, si dhe profesoreshe pianos në Shkollën e Muzikës Ilja Nikolovski Lui, ku deri sot i ndihmon nxënësve dhe studentëve që ata të përsosën në instrumentet e tyre. Më isha angazhuar në maj të vitit 2009 si korepetitor, si bashkëpunëtori jashtëm artistik këtu në Fakultetin e Artit Muzikor në Shkup, në klasën e kontrabasit, e pastaj, pasi që profesorët ishin të kënaqur prej punës që kam bë, më angazhuan edhe më tutje, bashkangjitë edhe profesori i violoncellos, si dhe klasa e profesoreshës të violës. Ndërsa tash, bashkëpunoj me profesorin Ljubi Shakirovski, që është një violinist shumë i njohur Maqedonas. Në të njëjtën kohë, pasi që fillova me korepetim këtu në fakultet 2009, në shtator të vitit 2009, fillova me punën pedagogjike në qendrën shtetërore, shkollore të muzikës dhe baletit Ilja Nikolovski Lui. U përputh me faktin që u hape edhe paralelja e parë në gjuhën shqipe në shkollën e mesme, dhe mund të them që jam pjesë e një momenti historik për kulturën muzikore këtu në Maqedoni të shqiptarëve, edhe një farë mënyre krenohem me atë fakt dhe jam shumë, mburem shumë me atë moment që kam pas rastin që të edukoj gjeneratat e para dhe t'ju lej një trashëgimi të mirëfillt për matutje, nesër edhe ata do të bëhen kolegët e mi që më gëzon shumë ai fakt. Ajo si pedagoge thot se ka bashkëpunim të shkëlqyer me nxënësit dhe studentët e saj dhe thot se punon me mosha të ndryshme, duke i përsosur në këtë mënyrë edhe aftësitë e saj pedagogjike. Është mësim individual, punoj veç e veç me secilin nxënës dhe duhet një farë mënyre t'jem edhe pedagog edhe psikolog në të njëjtën kohë. Secili fëmijë i ka karakteristikat e veta. Është individ në vete, dikush është më ekstrovert, dikush është më introvert, duhet ta zgjoj atë zjarrin brenda në te, që të mund të shprehet lirshëm në prej muzikës. Kështu që është interesant, është edhe një përgjegjësi shumë e madhe, po në përgjithësi është një punë që më jep shumë kënaqësi, sepse punoj me fëmijë prej moshës 7 vjeçare deri në moshën 18-19 vjeçare. Kështu që i kaloj të gjitha ato fazat, të fëmijërisë edhe adoleshenca vjen këtu me karakteristikat e veta. Më pëlqen shumë, më jep motivacion gjithashtu dhe më ndihmon në aspektin tjetër, në aspektin e interpretimit, mënyra si ballafaqohemi me ndonjë problematik, gjatë interpretimit, si e zgjedhim problemin, si gjejmë zgjidhje për ndonjë problem. Kështu që jam shumë e kënaqur. Ajo ka gjetur veten në muzikën kamertale dhe në korepetim, dhe na rrëfen për koncertin e saj të ardhshëm së bashku me 2 instrumentiste tjera. Vendosa që të përkushtohem korepetimit edhe muzikës kamertale, sepse një farë mënyre gjeta veten në atë drejtim. Edhe më pëlqen energjia e cila krijohet kur 2 ose më tepër veta interpretojnë në skenë. Është një moment shumë i veçantë, që më sjell një gëzim të madh kështu në shpirt, derisa interpretoj. Për koncerte, për momentin mund ta ceki, nuk është koncert solistik, mirë po me 28 prill në hamamin e Davut Pashës në orën 19 do të kem koncert me 2 instrumentiste të mira, të shkëlqyera fakt shqiptare. Njëra është Argjira Çollaku në flaut viti 3 studente këtu në Fakultetin e Artit Muzikor në Shkup, e tjetra është Sjana Jakupi, në korn. Kemi bërë një koncept shumë interesant, do të interpretojmë vepra të barokut, të klasicizmit, të shekullit 20. Edita Haxhi Hamza, përveç çmimeve që ka marrur si pianiste gjatë karrierës së saj, i është çmuar edhe kontributin në realizimin e garave shtetërore si korepetitor dhe profesor.
Shpresoj të jeni të kënaqur nga ky reportazh ky i sjellur nga kolegu Refit Refiti dhe Edita Xhamza, ajo e cila na sqaroi në pika të shkurtra ndoshta gjithë ato se çfarë ka arritur deri tani dhe se çfarë pretendon që të arrijë në të ardhmen e afërt. Tash ka radhur një pikë tjetër muzikore dhe kthehemi në studio me mysafirin ton për sot. Dhe ja ku jemi sërish bashkë, si gjithmonë si që e thash kemi pothuajse në çdo mëngjes mysafir me të cilin ndajmë ndoshta biseda të ndryshme, nga nivelet e ndryshme, nga llojet e ndryshme, dhe përzgjedhim gjëra interesante dhe ato që janë më aktuale, të themi kështu, dhe më aktuale se fotografia tash kohë së fundit nuk besoj se ka diçka po ashtu, tash jemi edhe në sezonin e dasmave dhe fotografitë janë pjesë e gjithë secilit prej ju, pikërisht për këtë e kemi edhe me ne një fotograf profesionist i cili do të na tregojë gjithçka mbi fillimet e tij, planet që i ka tani, realizimet e tij deri tani, si dhe ato të cilat do të vijojnë në të ardhmen e afërt. Me ne në studio sot është Fatos Islami, fotograf. Fatos, mirëmëngjes dhe mirë se na erdhën. Mirëmëngjes, mirë se vjeta, faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe nga ana juaj që pranut jeni me ne në studio, duke pas parasysh se edhe udhtimi pak herët në mëngjes, mirë po duhet të them diçka se asnjëherë një mysafir nga Tetova që e kam thirrë deri sot nuk më ka refuzuar të më thotë jo, nuk mundem ose diçka të tillë. Po, si qëtot edhe tradita, ne jemi mikpritës më shumë të Tetova. Presëm më shumë, po pse të refuzosh një ofert, një intervist, kur është për të mirën e të gjithë dhe kur mund të ndryshojmë diçka në atë intervist. Mund të tregojmë aftësitë tona. Dhe isha shumë i nderuar për ftesën tuaj, faleminderit shumë. Ne gjithmonë përkrahemi çdo të ri dhe gjithçka që është e bukur, në veçanti në këtë kohë tani ku ndoshta njerëzimi dhe popullata në vendin tonë vazhdimisht është duke u ballafaquar me gjëra të cilat janë edhe të pahishme dhe gjëra të bukura si fotografia. Besoj se mëngjesin e gjithë secilit do ta bëjnë më të relaksuar dhe do ta bëjnë të ndjetë sikur është përpara ndonjë aparati, themi kështu. Na trego pak për fillimet tuaja, Fatos. Si erdhi deri te ajo që ta marrësh aparatin dhe të fillosh fotografosh? Po ishte pak diçka si spontane para 2 vjetëve, por qysh i vogël, kur kam qenë për hera i që ka zënë belajet të ngjizojnë në përdarsma. Në familje, fotografë. Gjithmonë unë, kush fotosi të kamera, kush fotosi. Pas 2 vjetëve ka fillova edhe kurse, trajnime, fillova të shoh në mënyrë të ndryshme artin, pastaj fillova me një aparat me kamerë më të dobët, pastaj fillova në për kurse tjera. Edhe pash vetin se mund të bëj diçka. Dhe ke bërë? Mendo. Çfarë të pëlqen të bësh fotografi më tepër? Portreta apo natyre, gjëra? Po më shumë jam natyrë dhe anën kreative. Bardhëzi më shumë. Diçka që fotoja të flet më shumë, unë që më pas kuintave më shumë. Po, sa mendon që luan rol fotografia, ta themi, në ushqim? Jemi tash edhe dëshmitar të ushqimit se në për restorante të ndryshme, vetë pronarët, menaxherët fotografojnë menin ushqimin dhe vendosin në për portale apo në fanpage-et e tyre. Dhe bën atë mendimin se sa e bukur, sa e shishme duket, po mund edhe mos tjetë. Do të sa luan rol fotografia në Po, fotografia... Në psiqikën e njëri. Psiqikën, luan rol shumë se kur ushqimi është në mënyrë më shumë në dekorim, më shumë shkon në mënyrën më të bukur se si do ta shkrepësh atë. Në mënyrën se e tregon artin e ti edhe në ushqim. Së më i bukur që të jetë një ushqim, aq më shumë e tërheq njëri. Edhe nëpërmjet fotos, nëpërmjet artit e tregon atë. Ke fotografuar ndonjëherë ushqime? Portretet e njerëzve. Po, patjetër. Dhe si mendon sa kanë të vështirë të vendosen njerëzit një pozë, ndoshta një moment i cili ju pëlqen, sa dëgjojnë atë që te propozon se është më mirë? Apo bazojnë atë që ju ka thënë truri dhe dun tjetë ashtu ishte, se ishte mirë, nuk ka lidhje. Ka lloj njerëzish të cilët pëlqen edhe vetëm mendimin tem se çka them, ti si thua, besojnë atë çka them unë. Ka edhe për atyre që besojnë vetëm veten e tyre. Po gjejmë një gjuhë përbashkët më në fund. Sa ke tani për tani planet e cilat je duke realizuar, projekte me të cilat po merresh? Për momentin kam 2 projekte, është një projekt që financohet nga Amerika, është Tetova në sytë e botës. Do me thonë, duhet Tetova të kapet shkrepet nga periferia.
Duhet të tregojmë për ajrin e ndotur, për si është gjendja momentale të Tetovës, komunikacioni, deri 2 muaj do të zgjat plani dhe të përfundon. Është ofertë e cilën ta bën apo ke Jo, konkuruar? është ofertë të cilën aplikova unë, e gjeta nëpërmjet internetit, aplikova dhe fati deshti që ta marrë unë. Super. Ke bën ndonjë fotografi, ke shkruar për diçka të tillë deri Po, tani? kom shkruar për diçka të Të tillë. cilat për fat e keq nuk mundemi të shohim tani për tani. Po, kom shkruar për diçka është nga lartësia Malishar, është Tetova dhe duket që është në mjegull e ndotur si det, nuk duket asgjë, po vetëm bardh duket. Sa të pëlqejnë ndoshta të fotografosh si që dhe ishte dhe biseda pak mëret, ushime krahasuar me ato portretet njerëzve. Në cilën e gjejmë veten më tepër, ushime natyre këto? Po, më shumë e gjej veten portrete, jo mësu më mirë me portrete, me njerëz më mirë. Me njerëz më mirë. Po nuk është e vështirë, sepse të gjithë i kanë ato ujet e veta, kupton? Jo, kjo syri më poshtë, vetulla më lart, nuk u qesha shumë, jo qesha shumë. Shumë, jo prit mos i nxjerr dhomën. Si të vjen kjo? Sa ke do të thotë energji të merresh me gjitha këto? Po, ti je fotograf, do të kesh shumë durim për këto gjëra. Do të kesh shumë energji ti pranosh të gjitha komplekset e njerëzit. Është një profesion që do të kesh shumë durim ndaj tjerëve. Sa të kanë përkrahur familja ty mbi këtë ide të fotografimit? Shumë kanë përkrahur prej fillime, edhe një ndër iniciatorët e parë kanë qenë edhe familja që fillojnë me fotografinë. Ke studio tëndën tani për tani? Jo, nuk kam, jam më shumë privat. Më shumë privat, apo jo? Shokët, sa e shfrytëzojnë këtë që ti ke aparatin për mënyrë profesionale të fotografosh dhe sa e shfrytëzojnë nga bësh një fotot në vesh? E shfrytëzojnë shumë edhe e shfrytëzojnë shumë për reklamim të mirë. Anasjellta se ashtu edhe duhet. Po. Sigurisht edhe ti do ta kishe bët njëjtën. Se jo, unë i shfrytëzoj në anë tjetër ato me aparatin, si cali që ka mënyrën e vet. Si e sheh veten në të ardhmen? E sheh veten ende si fotograf me studio tënden, me diçka e cila ndoshta do të kishte për momentin jam duke punuar një katalog, është biznes katalog për reklamim biznesesh. Si? Një katalog jam duke bërë për momentin për reklamim biznesesh. Katalog? Po, edhe mendoj të vazhdoj me fotografinë më tej, por të ndroj edhe pak kahjen e fotografisë. Të jem në një biznes më të madh për biznes me të madh. Do të thotë plani i së ardhmes është pjesë e jotja edhe hapja një studio. Një studio së re është, po. Ne të jemi pjesëmarrës aty të shohim se si do të jetë studia e cila do të realizohet nga ne. Së shpejti. Studime deri ku janë, si shkojnë, apo je tash i fokusuar në fotografi? Jo, për momentin jam edhe në UT, në Tetovë, studioj informatikën, jam viti parë. Në vitin e parë. Dhe sa ke kohë ndoshta të bësh një balans mes fotografisë dhe studimeve? Është pak problem që është fotograf edhe gjesh kohë edhe për kohë të lirë, edhe se kohë e lirja kushton më shumë fotografisë, po gjejmë kohë edhe për fakultetin patjetër. Ndoshta edhe të kuptojnë arsimtar, profesorët tashmë dhe nuk edhe kërkojnë mund një foto. A dhe ata kërkojnë fotografia, po shfrytëzojnë edhe ata mund. Shfrytëzojnë krejt raste. Mirë, dhe ne mbasi që të mbarojmë bisedën shikojmë së ndëror, nuk do ta lejmë të na shkon pa një fotografi këtu. Do thotë ti mos e merr aparatin me vete kur shkosh në fakultet ose me shok në mënyrë që të shpëtosh pak nga, apo e bën me aq shumë zemër dhe nuk është problem. Jo, e bëj me aq shumë zemër, me aq shumë qejf, se kom problem hiç edhe nëse një njeri më dal në rrugë thotë a mundet një fotografi me gjithë qejfet. Çka është ajo që ke dëshirë të shkosh dhe të fotografosh? Shembull, në ndonjë vend të botës, jo në Tetovë, apo në vendin tonë në Republikën Maqedonisë. Po, më shumë kam qejf të kapi hapësirat më dhaja, panorama. Cilin vend do të kishe dashur të shkosh të fotografosh? Po, se di se ku mendu për momentin, por tash piksinim të parë kam në Maqedoni, e kam Shkupin, por nga një lartësi shumë e lartë jetë. Do të në një vend tjetër? Një vend që se ka prekur asnjë fotograf deri tash, jem duke menduar, të shkrepi një panorama. Do të thotë, se cili fotograf e ka atë ideje në atë mënyrën e vetë, si e mendon fotografinë. Sa të ka ndodhur të marrësh komplimente pozitive po dhe negative dhe si ke reaguar në ato? Jam njeri që i pranoj kritikat shumë shpejt, i kam qejf kritikat se nëpërmjet kritikave dhe ndryshon shumë. Edhe i pranoj edhe të mirat edhe të shijet, s'është problem. A guzojnë të t'japën kritika negative se mund edhe mos e fotografojsh me Po, ka edhe plot e thotë se pëlqej, s'është problem se ke bë këtë, se ke bë, dhe ndryshojnë, herën tjetër do merr na vesh. Mirë, po herën tjetër sigurisht se fotografin nuk vin ose ja u bën edhe më keq ka ku i komentit negativ. Jo, po shkon ka e mira ta ndryshon.
Nëse ke diçka ndoshta që nuk e përmendëm gjatë bisedës që të kishe dashur ta theksosh, ta përmendesh? Po, për momentin jam edhe në një kampanjë që është diskriminimi etnik nëpër shkollat e mesme. Kampanja është këtu nga qendra e Shkupilve në Prishtinë Central. Është një organizatë idea, Art and Design for Advocacy, nga të cilat e kemi se si të ndryshojmë diskriminimin etnik nëpër shkolla. Dhe kemi marrë edhe hapat e parë, si në fillim kemi shkuar do të krijojmë ditare nëpër shkolla, do të zgjedhen nxënësit shembullor, dhe do të shkruajnë një muaj si kanë qenë raportet ndërmjet nacionaliteteve të ndryshme. Pastaj ato ditarë do të dërgohen nëpër psihoanalizë, pas një mujori dhe do të shihen se ku është DNA, aftësia nëpërmjet dipaleve dhe pastaj do të vendosin çka do të ndodhë më të gjithë. Si u kyçe në këtë? Po nëpërmjet aplikimit, seminaret, jam pjesëtar i shumë seminareve nëpër Republikën e Maqedonisë, kam qenë edhe jashtë nëpër seminare shumë. Edhe ndodhi fati që jam edhe unë në një ndër atit që ta marr kampanje. Si të duket cinism kjo? Më duket diçka shumë, si them, interesante, diçka që mund ta bëj, edhe bash dua ta ndryshoj këtë diskriminimin etnik te ne. Mendon se është i vënë shumë në pak diskriminimi mes etniciteteve? Shumë është në pa, dhe ata më shumë është në për shkollat e mesme, të tregoj shkakun, sepse më shumë në për shkollat mesme që kam qenë të tovë, disa kam pranuar që të bashkëpunojnë, disa nuk pranojnë. Nuk duan që të ndryshojnë, janë në ndenat, po mendoj se të gjemë një gjuhë përbakë në brenda kohës të ndryshojnë. Mendoj se rinia dhe tash të rinë që vinë nuk është se mere shumë në bazën etnike, po shpresojmë se do të ndryshoj kjo përshëmbarje dhe përshëmirje dhe më tepër. Diçka për të ardhmen afër, ndonjë plan që projekt i tillë si ky që pritet të realizohet nga ana jote? Projekti i tillë pritet që tash nga Spanja të vijë një projekt, është si shijohet akullorja në Maqedoni. Është të shkrepen disa fëmijë duke ngrënë akullore, duke qenë të buzëqeshur. Pritet muajin tjetër të vijë projekti. Duhet vishën lagjën tonë këndeve, fëmijët vazhdimisht janë akullore. Do të thotë shëtisesh në përvende ndryshme në mënyrë që të shkrepash fëmijë me akullore. Me akullore. Edhe desha edhe shë diçka, për momentin jam duke punuar si thashë edhe më parë një katalog. Është Litas, Life is Interested to Another Superstar. Është një katalog për reklamim biznesi, dhe me thëmë kush donë mund të reklamohet të katalogi im, është online kataloget. Edhe bizneset e se cilit vendosen në atë katalog? Po, kush donë në reklamim biznesi, vjen të unë edhe reklamon aty. Okej, super, një ide mirë. Dhe to që i shumë shumë projekte të shumë të ide të shumë të atë cilët realizon dhe pritet që të realizosh edhe më tepër në të ardhmen. Shpresoj. Përgëzojmë shumë për të aftësi që ke dhe për të gjitha këto duket shumë kohë e lirë, shumë mund. Ide që patjetër që duhet punë në mënyrë që të arje diçka. Po. Nuk mund vetëm të kesh dëshirë dhe mos të veprosh asgjë kundrejt asaj dëshire. Kesh dëshirë dhe të rish shtëpi ta mendosh se si ta bëj nuk bëhet. Po, vetëm të rish edhe se thua vetë ta mendosh se mos veprosh nuk bëhet asnjëherë. Është mirë të punohet dhe është mirë të kemi tri të tillë që do të frymëzojnë edhe të tjerët të gjitha ata të rinj që ndoshta janë edhe duke na ndjekur në orë të mëngjesit, të frymëzojnë sepse vetëm me punë arrihet, nuk është asnjëherë vonë, po nuk është asnjëherë edhe herët për të filluar. Faleminderit shumë, nëse nuk ke diçka tjetër të shtosh për sot, për këtë program të sot ku ishe edhe pjesë e jone mysafiri joni. Për fund edhe një herë faleminderit shumë për ftesën që më bë. Kaq kisha. Faleminderit edhe nga ana jote Fatos, ne shihemi sërish në ndonjë projekt gjigant të ndentar të pse jo. Shpresoj. Ishte kjo biseda me mysafirin tonë, ishte tema e fotografisë dhe fotografia të cilën ai e kap si pasion përveç është student në vitin e parë, një djalë me suksese të shumta, një djalë i cili kishte arritje dhe projekte të shumta të cilat ka realizon dhe pritet që të realizojë në të ardhmen e afërt. Besoj t'ju ketë pëlqyer biseda dhe do t'i lejmë tani në shoqërim në një pikë muzikore, themi vetëm pas pak me kronikat e radhës. Njëtëm vërtejt e bukur për në fund me shëdashur, për të përshëndetur me ju për sot, takimin e radhës e kemi sërish të nesër, është e shtonë dhe fundjava uroj që do t'ju filloj e do t'ju mbaroj si është më së miri në shoqërimin e televizionit 21. Qëndroni me ne se kemi shumë çka që sjellim deri te kjo.